Kam lënë do pa e përmend, dashuri soi kam lënë, dashuri soi kam lënë, o në tren për përsërin e mua një herë ma ka thënë një plak, kënga halleve u bën lak, kënga halleve u bën lak, don se jeta nuk është kajma, o nuk është kajma. Në këtë fillim jave, e hën, nisëm java e fundit e shtatori, iku dhe shtatori njërës. Dhe më zhdukur një nga muajt edhe i shkurtër, edhe i gjatë një kostisht. është pak e çuditshme, po. E di shumë e bukura, që mbas kësaj jave vjetëtori. Ashtu, çudi e madhe njerëz. Jemi zyrtarisht në vjesht tashmë, më të kaluatjet Sipas disa studimeve thuhet që pas kësaj jave vjetëtori. Janë studime me referenca të sakta dhe ne aprovojmë. Dhe shikoni, jemi në qikë të ngjirur sot, kanë filluar virozat, kanë ndryshuar koha, kanë filluar shirat. E keni dëgjuar ndonjëherë këtë ka të bëj shumë ndryshim për prizren me këtë zërin e tjerë, s'kam në vend. Dhe me një qerje. Kaq edhe mirë këndoj, se ne kur na ikën zëri, jo për të kënduar, pas për të folur, nuk kemi, të pak të tiri. Të bllokuar, për çfarë të bëjmë? Ne u munduam ta shoqëronim, po ishim shumë mundët edhe ne. Se ndonjëherë e di që më vjen të këndoj më lart, po them pse t'ja prish këngën kot, se gjuna. Jo, Romina këndon mirë, unë e kam dëgjuar kështu vërtet. Këndon mirë, Tiri mund ta aprovoj këtë gjë, po e kam dëgjuar disa herë që Tiri zgjodhi të hesh në tokë. Sa ka dëgjuar duket, se unë e kam dëgjuar për vetëm. E rëndësishme është që energjia ishte, ne jemi plot energji, pa çka zërit. Stina i ka këto gjëra, Stina i ka këto, kështu që ne jemi gati të vazhdojmë me programin. Nuk e di, po thoni pastaj që njeriu nuk i luhatet mudi në bazë të motit. Jo, është dorë me një. Sepse duke qenë se ka qenë një ditë shi, paraditja shi, pasditja diell, pastaj prap shi, pastaj prap diell, ja jemi bërë dhe ne. Fare, jemi shumë mirë, jemi më mirë nga gjithë, jemi mashallah. Më pëlqen entuziazmi yt. Si ka qenë fundjava për ju? Krisa ka pas sa lëvizje. Mund të themi, unë kam lëvizur pak. Unë për shkak të qenurit smor, se më nisi qytë premte, me të drejtën. Nuk kam lëvizur, po tani jam në fazë rekuperimi. Kemi delikat djalin. A themi që e ke nga syri? Pa mund edhe nga syri. Po, ka shku syt çone. Lej viroza qenë këto, thuaj mami duhet një emoji tani atë, ai syri kështu. Ja, ai syri, po. Po mund ta bësh nuske dhe ta mbash me vetë. Ose po, ne zakonisht kemi kap në gjë me dorë, po nese, është mohabet tjetër. Çfarë kapet zakonisht në këtë rast? Hunda, po, mund kapet. Se më shpoto Krisa mu, gjithmonë. Të xhir nga situata. E po tani për këto punë jemi vote. Dhe shumë mirë bëni. Për të si ka qenë fundjava, Romina, se të pyetur? Për mua, unë thash, isha te familja, kam kërku mamit më gatuaj nga mëngjesit deri në darkë. Ama që ka bërë në një nga recetat e mirës? Jo, s'ka tentuar deri aty, po ka bërë kështu recetat e mia të preferuara, që janë thjesht makaron. Me çfarë kryesisht? Me lëng mishi. Ka, te mami nuk ka kështu me gjëra me salsa, makarona me mish shetë, ka gjë më të mirë. Ne kemi dhe një që e quajmë qumështore. Ashe mirë. Nuk e di se jo në çdo zonë të Shqipërisë që bëhet një tavë alumini, edhe është dhe goxha e pjekur dhe sipër. Ne bëjmë të ëmbël, është ëmbëlsirë me qumësht. Duket se tip sultjashi. Duket pak si e djegur. Muhalebia, më falë, sultjashi është me shumë oriz. mirë, ka shumë mirë. Muhalebi, themi ne. Kam përshtypjen është gjë tjetër, muhalebia. Jo, a shumë gjason, sepse muhalebia është edhe me qumësht, me niseshte me çfarë bëhet, nuk e di mirë. Paka shumë ashtu vjen dhe ajo, thjesht është me ëmbël. Thjesht pishet, po, pishet në Po, qumështura është goxha nice, më thunë. Tani që ma kujtuat, kam lëja 2-3 copa që duhet i merja me vete. Jo për vete, po. Po prapi kam harruar. Shef, kështu është kur mendove në për vete. Dhe ne që kishim plan të sillnim ushqim sot apo. Jo sot, te javë dhe më thënë.
Jo, po më bëra shaka. Ashtu. Jo, po jo, vetëm tiri stafi për Rominën. Hajde se Ja bëra vetes. Okej, po. Do shohim të çdo ndodh. Kemi një ditë interesante sot. Po, si gjithmonë, edhe si çdo të hënë ju jeni mësuar tashmë që horoskopin ditët e hëna nuk e keni nga ne, po e keni nga Elena Demollari dhe na bën me letra tarot. Po, hapim letra tarot për çdo shenjë me 10 letra, si gjithmonë që dhe ju të mbeteni të kënaqur. Bëjmë 10 sot, është çdo ditë nga 1 kur të mbarojnë gjithë letrat pastaj. Po, shkojmë te një aspekt tjetër të shtuar tek pjesa financiare. Pra, do të jetë Elena që do të na hap letrat, dhe të shohim se si do të kemi javën, se ne nuk kemi ku shkojmë pa horoskopin. Me thënë drejtën, mua më kanë dalë një 90% që mirë i gjërave që Elena më ka thënë javën e kaluar. Në fakt duhet të pyesim edhe publikun, që shumë na dërgoni disa mesazhe nëse ju kanë dalë ato çfarë ka thënë Elena gjatë javës. Si dihet, paktën ja themi dhe Elenës këtë gjë. Jo, është e vërtetë, se unë shoh që edhe në rrjetet sociale ka një bazë shumë të gjerë komentuesish që e ndjekin Elenën dhe i komentojnë që më doli më bërë. Siç ka edhe ana e kundërt, patjetër, se do ketë gjithmonë dhe kritika, po Elena thot kritikat të rrisin. Patjetër që po. Po s'po të kritikat thotë që s'po bën gjë. Më pas do të na vinë në studio që tashmë ajo nuk është thjesht aktore apo thjesht një e ftuar. Ajo është pjesë e shtëpisë, është pjesë e familjes së MCN në televizion. Është Jona Xhelila, ai që është moderatorja e re e Xhadave. Flasim për të sot, për eksperiencën e re, për aventurën e re në MCN televizion. Si një xhad, që është kthyer tashmë. Nga aktore, regjizore, tashmë edhe moderatore. Dhe me sa kam parë unë këto ditët që ajo ka qenë transmetim, gocat kanë shumë kim mirë atjetrën. Duket, po, duket dhe energjia që përçojnë. Po. Është dhe, domethënë kam përshtimin që është duhet diçka për një punë e vështirë. Po, një emision investigativ, po. Kështu që vjen me goxha përgjithësi. Nga aktrimi në një emision investigativ dhe gazetare, sigurisht që është komplet diçka mbase jashtë asaj çfarë Jona ishte mësuar, po jam e bindur që do të përshtatet shumë shpejt dhe është përshtatur tashmë. Është vërtet. Flasim pak edhe për jetën e saj, se nuk e lëm dot pa prekur burrin e vet Visianin. Dhe partnerin e ka aktor, goxha aktor të njohur të dashur për publikun, kështu që. Dhe atë po mendoja, rivalitet tani sepse dhe Visiani bën një emision në radio, është në rolin e moderatorit dhe ai, edhe Jona moderatora, dy moderatorë një shtëpi. Ora ju paralajmëruam sot që si jemi mirë. Dy moderatorë në një shtëpi, ta themi saktë. Okej, kemi Fjorzën pastaj, duke qenë se ne folëm për syrin që na ka kapur në studio. Fjorza mua më ka dhënë një shkop magjik që la përdor në fund të emisionit. Mos e thuj se nuk thuhet. Për të larguar energjinë të syrit që na ka kapur tire, këtë do themi. Me Fjorzën do flasim pak për kristalet. Ne dim tashmë që Fjorza cilësohet gjithashtu edhe si vajza kristaleve në Shqipëri. Mund të themi që ambienti ku Fjorza ka kristalet e saj mund të quhet si një nga ambiente me energjinë më pozitive që ekziston në Tiranë, sepse e vetmja gjë që Fjorza përcjell është vetëm mirësi. Do të flasim pak për fuqinë e tyre, lidhja me astrologjinë, eklipset që kaluam, a beson realisht në sy Fjorza, se ja bëra edhe këtë pyetje, do e marrim dhe përgjigjen. Ishte kristal kështu për syrin e keq? Për çfarë dushme? Jo specifik. Jo specifik sepse secili varet në bazë të personit. Sigurisht kristalet varen në bazë, çdo individ ka kristalen e tij personal. Si ishte kjo puna e kristaleve për të rikthyer ishin? Nuk ekziston zemër. Fjorza tha që nuk ekziston. Çfarë është për të larguar, duhet larguar, tha Fjorza. Nëse është dashuri e vërtet do qëndrojë. Dhe shpresat që në fillim për gjitha gocat që po shihin. Ishte shumë skeptike ndaj magjive, kështu që detajet duhet të thënë që Fjorza ndryshe nga disa të tjerë, se shumë dyqane le të themi, supozohet që kanë kështu kristale, por megjithatë Fjorza është le të themi në të vetmen të Shqipëri që janë kristale. Po shkon në Brazil edhe do merr të kristalet e tjera, më tha që janë rreth 5000 kristale që ekzistojnë nëpër botë dhe çdo ditë zbulohet nga një pothuajse. Ajo është dhe njëse shumë e mirë. Shkon në Brazil, bën një punë të jashtëzakonshme. Okej, dhe më pas do të kemi dhe sugjerimin e ditës nga Mira. Po, kemi recetën e ditës. Vezë me zarzavate.
Vezë me zërë Tip, zavat. çama mund ta quajmë të tip Si quhet kjo si turli, një gjë kështu e tillë. Ja, turli kishim merë në turli, tjerë. po ja fusim Po, kot. shiko, duket diçka shumë e thjeshtë, mund të ishte kohë shumë e shishme, me të drejtë. Duket e lehtë, duket verore. Si është ajo kima me spinaq, me vezë, pak a shumë mund të jetë një gjë e tillë. Ndoshta. Vetëm se kjo është me zarzavate. Duke qenë se veza është e pjekur në furrë, po. Duket shumë e mirë dhe ju mbetet vetëm ta ndiqni dhe ta provoni dhe ju në shtëpitë tuaja për ta parë. I bën të leta mira për të gjithë mendoj recetat, që të gjithë e kenë kollaj të realizojnë. Po, mjafton ajo ideja se ne janë visat tona, mjafton ideja dhe pastaj e shkrijnë vetë talentin. Nxjerrin gjë edhe më të mirë. Mirë, ku jemi tjerë? Jo, më ngeli menda të zarzavatet, me thënë drejtën, se du të kuptoj cila është diferenca midis perimeve dhe zarzavateve. Pra, specios perima, po zarzavat. Po nejse, do bëjmë një diskutim tjetër për këtë. Do marrim ekspertët të zgjidhin. Po, pa tjetër. Tani është Ka një momenti debat për këto. i videove virale, sigla. Heshim pak. E për ci kam u. Po në mo! Kalamajve kam u. Nuk ka filluar të heq dorë nga kjo gjëja. Vërte? Po, E njëjta gjë. jemi bërë bajat, tozi. Pa, e është goca, me lezeti. Çfarë mash me ditës? Jo, me thënë drejtën Si do të të gjithë njerëzit kemi jemi një shqiptarë. skem tani, kush çohet i parë për të shkuar në banjë, merr dhe kuletën kështu, fshehurazi edhe shko direkt në kamarierë dhe mbaro punën. Po, ti kujton se vën re. Kur vjen momenti i pagesës, është pagu ka marrë punë. Pra fillo sherri, gjithsesi ë, si pagove. Para punës mos poni kot. Ty. Ju goca se ju se keni fare këtë pagujo. E kemi. Kush është se ka Nga më? lenira tash. Unë mendoj që në Shqipëri gocat paguajnë më shumë se djemë tjerë. E mira është fakti se cilit paguaj Ju maksimumi keni. porosinë vet, edhe Ju i rehat të gjithë. Jo, mua më pëlqejnë që çunat të jenë më bujarë në këtë pjesë. Shikoj, ja, dalim më bashkë vatë të ku thash unë. Ju Jo, maksimumi do më thoni, pëlqente. të paguaj dhe unë, kaq. A leni rata shi se seni zina herë ju për të paguaj unë. Kjo është ma vetë O, shumë. me çunat jo mbase, po goca me Goca me njërë dhe, po. okej, mbasa. Po them goca me goca, pse sa herë kam thonë ty ti paguaj unë i kam. Kaq, E se ke zjat. kaq ke thënë. Jo, nuk e ka zjatur, ja kam paguar dhe ka Nuk thënë është se, rost. a mi se një herë në vit ndodh kjo, ha? Nuk ndodh një herë në vit. Rata, shiko. Zoti ma. Thjesht nuk do të duket tani sikur unë paguaj Ke 3-4 parasysh herë, kur se kaq. pjesë i dakord me mua ku në pjesë më të madhe të rasteve them jo lene se i kam unë. Po. Okej. Edhe Nuk ka ajo ngul kjo- ti? Po t'kam thënë pak të jap një pjesë, Kam gjysmën. ngul. Kam ngulur mbrapa dhe t'kam thënë, të jap pak të këtë. Okej. Jo, lere se kam, okej, në rregull. Mirë. Okej. Unë S'detyroj njëri. sugjeroj, Kris, që mos t'i thush më fare tani. As nuk kam për t'i thënë më mas kësaj, me qëmë s'ma ditë Ai ka. gjove si tha e grua. Ej, leje se i kam unë. Shumë pra. Me qënë se nuk ma di, nuk flasë më. Nuk ta di, po. Mirë, do Do të të pak them, ej, lejeni se do kalojmë te fakti i ditës. Ja, dhe Eci. Romino ta kemi dëshpitare për këtë që. Fakti ditës. Eci. Do thoni ju tani që kam përgatitur unë për Çka ke gjetur për sot ti? Po, prito të dali, se se më me. Okej, studime tregojnë se gratë flasin mesatarisht rreth 20.000 fjalë në ditë, ndërsa burrat vetëm rreth 7.000 Ata fjalë. themum se, profesor të lutem, se është vetë Patjetër, opinion, kjo ta patjetër, them. Sepse ne detyrohemi që t'ja shpjegojmë dy fishi ju gjërat gjatë ditës që do të kuptoni. Prandaj fjalori ynë është me 20.000 fjalë në ditë. Po, dakord, se ne nuk e kuptojmë thotë. Po pra, Ne kjo është thjesht- problemi. ne Ne thjesht nuk detyrohemi reagojmë. t'ja u përsërisim 2-3 herë dhe në fund ditës jemi na ndosh flasim më Jo, shumë. thjesht ne nuk reagojmë se duke qenë se flasin vetëm 7.000 fjalë, nuk duam t'ja harxojmë, më thënë. Me Qëndrojmë thënë të vetëm drejtë, këto. ju çuna thjesht jeni neglizhent dhe nuk e vrisni mendjen, sigurisht që në gratë të vrasin më shumë dhe prandaj detyrohemi të flasim më shumë se ju. Të vrasësh shpenin nësë gjë, të flasin 20.000 fjalë ditë nësë gjë tjerë. Ore. Vritet menin, po s'ke pse flet. Kjo Dëgjoj, nuk i kemi mirë punën për këtë, Robila. një luftë. Jo, Ka nisur një luftë luftën e me keni goca. nisë ju, Po luftën e ke keni nisë harruar ju që jemi 2-1 Si këtu. day one, unë të bëj oponencë tu, tash të lutem, unë jam minorancë. Shka, unë ta dash argumentin pse. Nëse do argumente të tjera pse ne jemi më zgjuara se ju, atëherë vazhdojmë. Jo, Nuk patjetër, nuk më nuk- marrojmë pastaj. Nuk ka diskutim, unë t'jesë sola një fakt tu. Po, pra. Duke qenë se është fakti ditës, që ju flisni rreth 13.000 fjalë më shumë se sa ne, pra rreth 3 fishin. Pikërisht, e shikon ne të dyja tani, ti the një statement, the një fjali, një deklarat, ne na u dash që të flasim sipër edhe të shpjegojmë ty pse e ke ti gabim.
nuk do thotë që unë se kuptoj. Thjesht zgjellë të mos flasaj shumë. Si mancet këta që kuptojnë, po thjesht zgjedhin të mos reagojnë. Bravo, fiks. Nuk na pëlqejnë fare. Pra ne qenë jam të zgjuar. Si pëlqejnë këtë faktin fare, shua? nuk pëlqejnë, jo. I dzëren e gjë. Mos i merr më këto. Dgjoj, me këtë faktin e ditës me scrolling unë dhe Tiri mi luftë. Se Tiri gje fakte për gra, unë që studime për meshtës. Dhe jemi te momenti Po, jemi te scrolling. Le të shikojmë çfarë kemi parë në rrjetet sociale së fundmi. Sigla. Ajo që mendoj që është e para, se kjo do jetë shumë e fortë. Hajde shohim çka ka ndodhur. Okej, në 2006 Arabia Saudite ndaloi buskuqin dhe cilësoi si mjet kërcënues i vlerave sociale. Ne dim tashmë që Arabia Saudite i ka pak strikte rregullat e tyre. Kjo për faktin sepse le të duhet themi që buskuqet gjithashtu përfaqësonin një lloj tensioni midis traditës dhe modernitetit në planin shoqëror, ekonomik dhe politik. Gjithashtu nga ana shkencore buskuqet përbëhen nga dylli, vajra dhe pigmente që i japin ngjyrë teksturë, por këto elemente në fakt nuk kanë qenë arsyeja kryesore e ndalimit, sepse gjithashtu këto shiheshin si kërcënim sipas traditave në Arabi Saudite dhe mund të nxjisnin sjellje të pamoralshme sipas tyre. Pra një lloj provokimi. Më duket pak e tepërt, me thënë të drejtën, sepse buskuqi në fundit për femra të shkrijuar, po E se janë rregulla të tjera, është kulturë tjetër. Jam pak shumë strikt në sa i përket vajzave dhe mirëmbajtjes që ato duhet kenë. A ka ndryshuar nga viti 2006? Jo, vazhdon akoma. Në fakt, le të themi që më vonë ndryshimet shoqërore dhe ndikimi i rrjeteve sociale sollën deri diku edhe një lloj pranueshmërie të buskuqit, po prap janë ende strikt një pjesë e madhe e tyre. S'po flas fare. Apo fol. Jo mos po flas presat e lajmit tjetër. Nuk e di. Nuk e di, për këto, po për çfarë thon për këto që vendosni unë për kishta, manikyrin. Manikyr, ama thojnë. Po, si pse? Për momentin nuk e kam marrë atë studimi, po di që në femë muslimane nuk është e lejuar. Që vajzat të luajnë. Se nuk kam parë shumë ndryshime të vajzat muslimane. Se përdorin një lloj për veshjen. Po, është një lloj produkti që lejohet për këto, për vajzat, nuk e di mirë, duhet të hyjmë për të gjëra. Pra, lexojmë, sepse dua të bëj ngatresa, por që di, me sa kam dëgjuar nga disa vajza në rrjetet sociale që mbajnë shamin pra hijab, kanë treguar që edhe ato manikyrin që përdorin në fenë e tyre lejohet. Nuk e di çfarë lloj përbërje ka. Po, do të ketë diçka që. Okej, kalojmë te një tjetër. Nuk përmban alkooli gjëra të tilla. Base. Gen Z-ja po rrin pa gjumë gjithë natën, 7% të rinjve mendojnë për gjendjen financiare dhe unë mendoj që një nga faktorët kryesorë janë rrjetet sociale për gjërat që ne shikojmë pakësisht ne ndikojmë, influencohemi nga kjo gjë. Që Gen Z-ja rri zgjuar natën se ka mundjen dhe lekët. Ja ku kemu studimin. Jo. Po, 1 në 3 pranon se një Gen Z rri pa gjumë gjithë natën, po gjenerata Z, rishtri duke parë tavanin, ndërsa kupton se ideja për të pasur një makinë apo një apartament sot, realisht duhet të kesh një mundësi të mirë financiare dhe her pas heri duket si çka e paarritshme në kohën e sotme. Dakor, unë bi dakord. Gjë që shkakton një lloj mendimi. Bi dakord kur thua që ndikohen shumë nga rrjetet sociale, ndikohen shumë nga disa shembuj, disa influencerë që e shesin veten shtrenjtë, e shesin veten sikur kanë goxha të ardhura, kanë goxha lekë, jetojnë në një vilë luksoze, gjëra të ngjashme. Detyrimisht ndikon te kjo gjeneratë. Presioni realisht është presioni i shoqërisë. Dhe këto gjëra disave i duket e paarritshme, sepse dim tashmë që një makinë është e shtrenjtë, një apartament është i shtrenjtë. Unë nuk e di, mua më duket komplet ndryshe me brezinarin. Më duket sikur s'ja kanë aberin fare se ç'a bëhet nga bota, më duket sikur e kanë mendje vetëm te rrjetet sociale se si të dalin sa më bukur me fotot, me gjërat. Nuk mendoj, nuk kam dëgjuar një të ri, një 15 vjeçar sot që thotë vëbo si do bleun makinën, vëbo si do bleun shtëpinë. Me 15 vjeç janë pa. Gjenerata Z i bie edhe unë. Pas 2000-shit. Po, është pas 2000-shit Z-ja. Unë jam midis Millennium dhe Gen Z, por pas 2001. A nuk është brezi i Gen Z-ja? Jo, është Alfa. Alfa janë Alfat.
Janë alfa këta të sotmit. Janë alfa këta. Janë alfa. Shi, hajde të më updateojmë ne me terma të rinje. Kupton, teksa se pas kam kuptuar mirë, imagjino shikuesit tonë çfarë po thonë. Sepse ju mileniumit jeni komplet univers tjetër, mendoj ju jeni shumë larg këtyre gjërave, jeni më këmbë në tokë. Ta alfa. Këtu na pëlqeve. Ne ishim brezi fundit, gjenerata e fundit cilësore, apo kështu mendoj. Them deri te 2000-shi. A mendoni dhe ju të rinj kështu që deri te 2000-shi? Janë vetë 2000-shi, kështu deri aty quhet. Jo, e kam vënë re vet. Më pastaj un kam motrën që është 2004 edhe është komplet brez tjetër. Ja rritur komplet ndryshe. Nuk është një diferencë e madhe, se janë rreth 4 vite në diferencë, 4-5 vite. Mirë, në vite po, nuk ka shumë, por në brez është komplet ndryshe. Nuk janë rritur fare si ne. Domethënë, unë mendoj që paktën brezim ka qenë në fund që arriti të luante në lagje, me topa, çuna goca gjithë bashkë, pa telefona. Ndërsa motra ime në moshën që u rrit, kur unë luaja me shokët dhe me shoqet, ajo rrinte në telefon në lagje. Domethënë ishte komplet. Më duket ndonjëherë shumë e vështirë që ti kuptosh këta brezat e rinj. Domethënë të kesh, nuk e di, një lloj komunikimi në gjërat që thonë që bëjnë dhe nuk kemi shumë diferencë. Dhe gjithmonë kujtoj edhe them po prindrit tanë që ne gjithmonë thashë, ju s'na kuptoni, s'na bëni, ndërkohë që brezi jon, okej, ishte i ngjashëm me brezin tani, po aq shumë diferencë me brezin e tyre, me prindrit tanë që janë rritur në mentalitet komplet ndryshe, në diktaturë. Po, por që prindrit tanë janë zbutur me kalimin e kohës. Dikush është problemi që bëjmë ne për mendimin tim, gjenerata jonës që mendojmë dhe krahasojmë gjeneratën tonë me gjeneratën Z, po themi, apo me alfa, dakord, po e mendojmë dhe i krahasojmë me mënyrën se si jemi ne tani, nuk i krahasojmë me mënyrën se si kemi qenë 15 vjetë. Dhe më thënë, ne ku kena që... Mos e s'kemi qenë ashtu, po. Idiot, kemi qenë totalisht, po shof në erë statuset e Facebooku që kam pas bënë 2005 vjetë turp nga vetë jelë mo. Dhe më thënë, nuk e di, po kam përshtypjen i shalë nuk futet njëri me i patër. Më kujtoj një status që ke bërë atyre. Sot i madhë, unë kam një shoj që Klaudia si atë shoj gjithmonë, edhe qesh me lotë. Qesh me lotë, statuset e mija në 2000, ku diun, 11, ku diun. Unë kam qëtësh 10 vjetë. Qeshim me lotë, qeshim realisht qeshim me lotë. Ta shi nuk di të të them në një konkretisht, nuk du të them në të drejtë. Unë i rikthehem Facebookut vjetër se dua t'i fshik të status. Dhe janë ca kështu, gol, Milan, bravo, status. Unë kam dhënë të tila. Ose kanë qenë ato, të jemi sinqert me ty. To be honest, të bëhë, 2 pika. Dhe çfarë mendoj unë për ty, edhe çdo kush jep të opinionin tek profili yt. Ja se duhet të gjej unë disa këtu. I ke aq të afërta? Po si ja kam dërguar pra thash i ka të ruajtura. Jo, me thënë të drejtën, ne tani jemi dërguar. Unë kam shirë që kanë qenë. Po do të ishë ato rikthejnë her pasere? Like në qofë se dhe ti do të shikosh derbin Shqipëri-Kosovë. O, kush i ka Çelçat? Jam kyç në Facebook e s'po di me dalë. Në Turpizon. Turpizon. Dhe më thë dhe ne krahasojmë gjeneratën. Pa ne kena që... Në kështu që na po një Allah një gjeneratën. Po pak se këni qënë qikë më të lumëtër se ne jemi të trisht. Nejse, ka i lumë të scrollë një tjetër. Nuk postojnë kështu, po, eci. 27% e grave në 30 vjetë do të preferonin të gjeni partnerin e tyre në supermarket se sa në aplikacionet takimeve online. Pse? Se vërtet është kjo mendoni ju? Po, nejse, ka një të drejtë, sepse në 30 vjetë... Facebook, qumës, perime edhe dashurin me gjithë. Bare që thot në 30 vjetë. Në 30 vjeç do të thot 29. Sepse, si pas një studimi të fundit, po thuaj se gjysma e grave do të preferonin të takoni një partner të mundshëm në raftet e supermarketit, pra në supermarket, në vend që ti drejtohesh në aplikacioneve online. Kjo për faktin se është djalë për shtëpi. Kam përshtypjen, më falë. Si janë një lloj ndërveprimi dhe ballë për ballë me personin, pra se këto takimet online sikur po na distancojnë më shumë. Kam përshtypjen që ideja është që do të preferonin ta gjenin kudo përveç se në aplikacionet online. Po pra, po jo, tani në supermarket nëse ti shë një djallë aty që është të blevez, është të zjedh perime, po, ti thua që një djallë për shpi, dhe rikëthemi sërish të gjenerata Z. Sepse studimi tregon që 26.8% e grave i përkasin gjeneratës Z dhe ato do donin të njihnin dikë teksa bënin pazar.
Pra jo, nuk do zgjidhin aplikacionet online, unë mendoj që kjo është gjë më janë lodhur pra në interesante, nuk e aplikacionet. di pse një takim, e kam thonë me komshiun. Janë lodhur, e kanë dështu disa herë, për ne... Po pra, se të del tjetër për tjetër, nëse ti e një në aplikacion. E di që është bërë një film për këtë? Po. Unë e kam para të filmin për një djalë i cili kështu i mashtronte të gjitha vajzat në rrjetet sociale. Me foto falso, apo jo? E shiste veten si një miliarder, pra i jepte vajzave në fillimisht, i takonte, nuk e se si takonte, i bënde një lloj jete luksi në fillim, Edhe pastaj merrte para, dhe pastaj merrte para. Po më ndjek, po më vret e kështu. Megjithatë, unë kam përshtypjen që njerëzit janë ndryshëm, domethënë pas një lajm para ca ditësh, një lajm i tmerrshëm me të drejtën, sepse një djalë kishe hap një akaunt kështu çka quhen që bëjnë match me njëri tjetrin. Po, këto janë Tinder. Po. Kishe hap një akaunt Tinder dhe kishe shkruajt aty që ishe dënuar për abuzim ndaj grave. E kishte shkruajt në profil dhe kishe match më shumë se sa që kishte kur ishte thjesht një djalë. Po, domethënë kjo është për të arkej, sepse ke njerëz ndryshëm në botë. Kishe nga të mërshme. Më pëlqen të mendoj në këtë rast që gocat i pas kanë bërë match vetëm për faktin që ti për t'i dhënë një mësim ndoshta, se ndryshe nuk e kuptoj. Që mësim mund t'i japin? Po nuk e di, ndoshta varet çka kanë menduar me tyren. Ose janë vajza, dëgjoj, besojnë se jo ka firma që realisht deri diku edhe preferojnë që mashkullit pak abuzues. Më fal që e them, po kam dëgjuar shumë. E di pse, sepse raste vajzave që qëndrojnë në një marrëdhënie abuzive, kupton sepse e duan atë person. E pra, i shohin toksike dhe ju duket se fakti që ai është kontrollues dhe xheloz ndaj tyre, ndoshta deri në abuzim, ai gredon mbi ty, unë e quaj marrëdhënie abuzive. E vërtet, shumë e vërtet. Kështu që nëse një vajzë që vazhdon të qëndron me një partner kur duhet themi që realisht nuk ka krijuar ende një familje, pra nuk ka një fëmijë dhe t'jetë një marrëdhënie goxha e konsoliduar, e ka të drejtën dhe lirinë e mjaftueshme për t'u larguar nga ai person. Kështu që unë nuk e justifikoj dot. Jo, nuk diskutohet. Pra ideja është që ka njerëz të ndryshëm ke lloj-lloj situatë. Po e mira është të dëgjoni ca këshilla, na dëgjoni dhe ne këtu dhe mos bëni tilla gabime. Flasim ne kemi ca vite jetë në Brezi. Ni dim ca gjëra. Mirë, para se kalojmë te një scrollin tjetër, po do të shkojmë reklama dhe vim pas pak. Erdhëm, sërish, sepse kemi akoma, si nuk po më del akoma që duam për dalis do qesh me lot. Ja ecim mbas e del. Shofim scrolling tjetër. Ka qenë realisht shumë interesante. Ku e lam? Okej, akoma, në rregull. Rihanna shkëlqen në sallën e lindjes me bijuteri $150,000. Asin që fare. Dale, çfarë ka? Orën, I ka origjinale i ka paktën. Si diskutohet, apo fake dhe kjo për të prodhuar hospitali. Po që kur them Rihanna realisht ka thyer tabut e të qenurit një mami, pra edhe në sallën e lindjes Rihanna ka qenë le të themi e kujdesur edhe kuruar deri në detaje me çdo aksesor të mundshëm, që kanë vlerën $150,000. Faleminderit. I londmi, unë besoj që një pjesë të këtyre bizhuve ndoshta ja ka bërë shoqi pasi ka lind, ka shku direkt dhe ka thënë urdhëro zemra. Të drejtë ka ai shumë lek, sa që nuk va do mendja që vret mendje për këtë gjë. Por mund të themi që janë $150,000 dhe jo 1.5 milion euro sa ishte ajo ora. Po të paktën kjo e ka origjinale, o Kris. Ne. Kështu që jemi shumë në rregull. Faleminderit. Ajo është në rregull, ne nuk jemi me thënë drejtën. Ne po bë mami €150,000. Ne po bë mami do marrim një urim. €150,000 ble shtëpi më. Po. Rihanna i ka aksesor. Faleminderit. Edhe vetëm për sallën e lindjes, për të foton, kujdesur në detaje. Çan këto titull që na fusin depresion, më për Zotin, mos i merrni më. Dhe unë Ranën e kam idhull, kështu që mos u habiste ku të gjeni studime për Janën. Kalojmë tek tjetra. Ecim. Okej. Lindja është gjëja e dytë më e dhimbshme që përjeton njeriu, ose kryesisht femrat. E para është djegja për së gjalli. Që ta dini, domethënë ju meshkujt. Që mos ta vlerësoni këtë gjë. Ne dim dhe ju vlerësojmë për këtë gjë. E dim sa na vlerësoni. Po që të bëjmë, mua më dhëmbi vetëm duke e lexuar këtë titullin. Imagjino ato gra që e kanë përjetuar. Që e përjetojnë. Thonë që gjëja me bushi ndodh në jetë sigurisht, por është shumë e dhimbshme. Është e dhimbshme për meshkujt që e nënvlerësojnë këtë gjën, kushdo që na dëgjon. Meshkujt që e nënvlerësojnë. S'ka meshkujt që e nënvlerësojnë.
Meshkujt maksimumi mund të thonë, për shumë ka nga dhe që thonë se mos e ka dhe cesarian, mund të lindes në me cesarian. Akoma e të mërshme. Nuk e kuptojnë sakrifisin që bën një grua. Sepse rezikojnë jetën e tyre për të sjellë një jetë tjetër. Rezikojnë jetën dhe i përkushtojnë gjithë kohën e tyre, edhe sakrifikojnë edhe karrierën dhe gjitha për të rritur një fëmijë. Dhe ju nuk blini asnjë bizhu? Si ku e ka muhabetin kjo. Ku e ka Kështu që një vlerësim shumë të madh, një përqafim shumë të madh për të gjitha ato nëna, kryesisht nënat të reja. Po, por ama të gjitha nënat thonë që gjitha ajo dhimbje, gjitha ajo që ti kalon aty, në momentin që merr bebi në krah, duket e gjitha. Arrohet, patjetër. Që gjëja më e bukur që përjeton një femër. Unë do vazhdoj ta ankohem. Jo, është një nga gjërat, me thënë drejtën, përveç shakave, një nga gjërat më të bukura që ka njeriu në tërësi, edhe femra, nuk diskutohet. Kështu që është gjëja e zakonshme, ka dhimbje, nuk kemi çaj bëjmë, por mirë, okej, s'do e kuptoj dot. Mund na e lehtësoni dhimbjen, e dini vetë jo si. Me bizhu, patjetër. Bizhu në makine i shpejtë. Kalojmë tek tjetra. Por e kush ai scrollin që të mendojnë që është po. Ai dini se taka u krijuar fillimisht për burrat dhe jo për gratë. Wow, më pëlqeka kjo. Sepse mund të themi në fakt që më përpara kjo gjë ka qenë kryesisht në luftrat, kryesisht në kohët e vjetra të mbretërit. Takat dikur ishin simbol i fuqisë edhe forcës dhe statusit që dhe për të zgjatur çik më shumë mbretërit që ishin mesatarisht të shkurtë. Historia fillon në shekullin e 10 me kalorësit persian, ata mbanin taka për të mbajtur këmbët e sigurta në shalë gjatë betejës dhe takat ishin për kontroll dhe ekuilibër gjithashtu. Po flitet për ato takat e trasha, që janë puc me tak të trash. Jo kështu. Kanë qenë tip çizmesh. Po mira, taka i quajmë. Aty nisje gjitha. Kanë bërritur në Europë në vitin 1600. Okej, kam përshtypjen që njerëzit duhet informohen çik më shumë. Unë nuk e dija, nuk diskutohet, po di një fakt tjetër që është ngjashëm me këtë, që njerëzit përgjithsisht e gjykojnë. Për shembull, siç janë meshkujt që marrin vath si puna ime, ose meshkujt që lyjnë syt me zeza, që një pjesë e madhe e audiencës që gjykojnë, çe e bë kështu si femër apo ku diçka. Ndërkohë që nga shekulli 8 deri në shekullin e 12 në Islam, meshkujt lynin syt me të zeza fundjavave me një material që quhet kol. K-H-O-L e diçka e tillë. Për të dalë për qef. Për të dalë fundjavave dilnin edhe i lynin syt në poshtë. Pra nuk kishte në tradita që janë krijuar së fundmi, vitet e fundit. Më kujtove vikingët me këtë model. Edhe vikingët mbase, po që në shekullin e 8 është parë në Islam. Që do thotë, janë traditat vjetra, edhe vathet, edhe sytë e lyrë nga meshkujt. Që njerëzit thotë i kishë interpretojnë nga shkak të mos informimit. Po, dhe më thënë, se deri para 20 vitesh ka qenë tabu për meshkujt me majtë çanta, ndërkohë që sot gjithë meshkujt i ke, edhe që bëjnë kështu të fortë, i ke me çanta me vete. Jo më banin dikur çanta meshkujt, banin nga ato çantat e bukura që kanë qenë kështu si katrore, dokumentash. Para 20 vit, dakord, ajo është çantë pune. Okej, para 20 vitesh një mashkull që dilte me çanta, rreth për qark brezë që e varte ose mante një çantë me vete, u gjykonte nga masa. Tani nuk gjykohet, mendoj. Kështu që njerëzit duhet informohen pak më shumë. Okej, ne e dham informatën tonë. Ama thash çfarë ishte, keq informimin bën që njerëzit të gjykojnë dhe të flasin. Për janë traditat të vjetra, janë traditat të rikthyera, më saktë. Po mos të rikthejmë kaq hollshëm. Okej, po. Kemi scrolling tjetër, mos gaboj. Ka u bën. Kemi dhe një, po. Asgjë nuk ju vret më shpejt se sa mendja juaj, mos u stresoni për gjërat që janë jashtë kontrollit tuaj. Dhe është e vërtetë. Sepse kjo gjë sigurisht ndikon pastaj në ankth, në depresion, mbi ngarkesa emocionale, sigurisht askujt nuk i bën mirë. Tani është shumë e lehtë që ti thuash dikujt, po jo, po mos u streso, mos e mendo, po ndonjëherë është thjesht çështje karakteri, njeriu ashtu e përjeton dhe unë kam vetëm një këshill për ta individu, që nëse jam vetë një person që kam pasin të shkuar Bimenduese? Jo, kam vojtë, kam pas në ato episodet e mija me anktin. Vetëm një këshillë që mund të javë të individëve është që do të merre me diçka, të merre me një punë. Truri është ndërtuar që të merret me diçka, të punojnë. Në momentin që e lën pa mos i lësh kohë të mendoj, thua. Patjetër, në momentin që e lën pa punë, pa një lloj angazhimi, qoftë edhe pa një lloj rutine, kjo e shkataron trurin, se truri do të
punoj në një mënyrë apo një tjetër, dhe gjej mënyrën për të punuar. Çështja është të punojmë edhe të angazhohet me gjërat e përditshmërisë apo me gjërat që kanë në kontroll, më saktë, të thotë dhe studime. Me stresin, okej, dakord, me stresin që të jep puna, stresi që mund t'japi një punës deri diku, një stres pranueshëm. I pranueshëm edhe deri diku i domosdoshëm, se më ka thënë si psikologjisë. Është deri diku dhe i domosdoshëm. Stresi pasaj që të tjera të mbartura, stresi që nuk po bën asgjë, ai është problem. Po dhe nëse të stresohesh për shembull me diçka që nuk e ke në kontroll, ajo është akoma dhe më e keqe, për që nuk është në dorën tënde ajo gjë që po të ndodh. Po, e ardhmja nuk është në dorën tënde. Nëse, nëse ka gjëra që ju nuk i menaxhoni dot, është gjithmonë një profesionist aty, që Zotin e kemi në Shqipëri profesionistë shumë të mirë që mund t'i drejtojnë. E kanë dhënë vetë si këshill, që gjëja çdo gjë zgjidhet vetë ndonjëherë. Kemi nevojë për ndihmë, kështu që nuk është turp asnjëherë të kërkojmë ndihmë. Dhe faza e parë është pranimi, më pas duhet të shkojmë në një psikolog. Po. E drejtë. Kemi titull tjerë? Besoj këto janë. Nuk kemi tituj të tjerë, por kemi muzikë, sepse jemi të gjej këngën. Sigla. Okej. Tani më duhet gjithmonë të kujtoj të premtes, kë kishim. Ma kujtoj. Mirë. Bëj ti të rënë, sa ta kujtoj unë. Sa ta shoh. Ka qenë këngë duket se gjetëm në atëherë? Po kujtohet. Jo, nuk e kemi gjetur në vetë të premtes. Jo, nuk e thatë. Mendoj, i thatë që e dija, po nuk ja se ta gje unë Romina. Ja, më ja. Ka qenë kënga e Djem Vedetit, jo tani. Jo tani, po, e kanë gjetur. Dhe ne thamë vetë që si e premte që ishte, ja lam të lehtë, po. Kështu ja, e këndojmë pak, nëse ti e gati. Shkëndojmë e këtë zonë. Mirë, më falë. Zjata, prit. Zjata dorën të prekja ty, shikimi s'pehu që mbullon sy, duket vete dhe Sandro Gjoka. I trup të lagu, do tararara, e sy të mbyll, loti u shkri, jo tani jo, jo tani. Shpirtin tim jo mos më mërti. Okej. Tani? Jepi, çfarë kemi për sot? Tani, kënga parë është një këngë shumë kështu, hajde. Sa më e nisë, se ke parasysh se ju e një rrit me këtë këngë. Brezi. Gjenzia. Breziuar, po. Si bën të iri, se u ka 20 vjetë më shumë se unë. Aty jemi më. Justin Bieber? Baby? Baby. I know you love me. Okej, baby nga Justin Bieber. Këndoje tash, ja e ke marrë. O Romina, po na kupto pak po zemër, jemi të sumur. Fare, vetëm titull, refrenin. Baby, oh, baby, baby, oh, baby, oh. I thought you'd always be mine. Okej. U gjetë. Kënga dytë është shumë e vështirë, ka të bësh aka, shumë e thjeshtë. Po varet. Krisa të da gjë direkt, mos Ti na e reagoj bën shpejt. shumë të lehtë. Mos reagoj shpejt. Krisa të da gjë direkt, Lea, se unë e di që ti e di, kështu që leta gjë Romina. Okej, imagjino mos ta di unë ndërkohë. Pa e din, mo e din. Na. Nuk e di. Ja. Zor, nuk të vje. Është kënga jote? Kënga ime. Kënga ime. Kjo po ishte surprizë. Kënga ime me besën. Jo se e njoha, po ma tha Krisi, po që është e ti. Hajde. Doje qik. Po që të kënga? Tani më kujtua, me të nina. Me ty nina, unë mas mirim bot. Mente mia, vetëm ti mi do. Me ty nina, unë mas mirim bot. Mente mia, vetëm ti mi do. Bravo. E bisa mbaroj muaj në mjaltit.
Nuk e di, besoj... Jo përgjithse, po e presin. E presin në studio, pa tjetër. Kemi këngë të fundit? Kemi një këngë të fundit. Hajde, një këngë të fundit që t'ja lëm publikut. Publikut të se ju se gjeni, që se gjeni. Përzitat këngën time, në ljëtë. Fol për vete. Hajde, 3, 4. Së është këngë e këtyre kohëve, është e vjetër. Shqiptare. Shumë di. Por unë jo, kesh për publiku, nuk s'flas. Jo, nuk më vjen. E kam të dëgjuar, për nuk më vjen. Që që publiku ta gjej... Më duket se e gjej dhe nga regjia, për nuk po e themi. Pa, publiku ta gjej. Ja lëm publikut. Dhe nesër do e themi se cila këngë ishte. Okej. E ka praps nuk më shkon ndërmend, nuk e di. Mirë, kemi ardhur në fund të gjitha rubrikave dhe bëhemi gati sepse Elena ka ardhur, letrat janë gati, do t'i hapim këtu dhe të shohim se si do t'na ecë java. Hajde, më ta. Shenjat që do të mbajmë me hatër janë bricjapja, krepi dhe gaforja. Ecim reklama.